Gjykata e lartë pranoi shërtimin e urdhit të Trump për t'i dhënë fund shtetësisë amerikane qysh në lindje. Gjykata e lartë e Shtetit Bashkuara pranoi zyrtarisht të marrë në shërtim apelin kundër urdhrit ekzekutiv të presidentit Trump, i cili pezulloi shtetësinë automatike për fëmijët e lindur në Shtetin e Bashkuar nga prindër që nuk janë qytetarë amerikanë. Vendimi i gjykatës së lartë për të dëgjuar argumentet hap një betejë të madhe kushtetuese që prek drejt për së drejti interpretimin e amendamentit të 14. Urdhri u ankimua nga një koalicion shtetesh të udhëhequr nga demokratët, organizatat të drejtave të njeriut dhe grupe imigracioni, të cilët argumentojnë se presidenti nuk ka autoritet të kufizojë një të drejtë garantuar qartë nga kushtetuta. Sipas tyre, ndryshimi do krijonte rrezikun e fëmijëve pa shtetësi dhe do të minonte parimet bazë të së drejtës amerikane. Administrata e Trumpit mbron urdhin duke argumentuar se interpretimi aktual i amendamentit të 14 është i gabuar dhe se fraza nën jurisdiksionin e Shtetit të Bashkuara nuk mund të aplikohet për persona që ndodhen në vend në shkelje të ligjit të migracionit. Në këtë këndvështrim, presidenti ka të drejtë sqarojë zbatimin e ligjit derisa Kongresi të ndërhyjë. Nëse gjykata e lartë miraton urdhrin e presidentit Trump, pasojat do të jenë menjëhershme edhe për familjet shqiptare që udhtojnë ndër Shteteve të Bashkuara për të lindur fëmijët e tyre, pasi ata nuk do përfitojnë më shtetësinë automatike amerikane.